Mbani ara në shtëpi dhe i konsumoni 8 kokra çdo ditë dhe nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Arat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse e teproni me to, do të përballeni me dhimbje koke, fryrje stomaku dhe diare. Konsumi i arave për një periudhë të mirë është i mirë për shëndetin sipas ekspertëve. Racioni ideal i arave është nga 28 deri në 30 gram, që është e barazëlefshme me 7 deri në 8 kokra ara çdo ditë. Konsumi i arave në mënyrë të rregullt mund të sjellë përfitime të mira për shëndetin e njeriut. Prandaj, duke konsumuar të paktën 8 kokra ara çdo ditë, do të merrni një sër vlerash për organizmin dhe shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Gjithashtu nutricionistët rekomandojnë gjithmonë më shumë zhytjen e arave në ujë sepse ato zbërthejnë frenuesit e enzimave dhe acidit fitik, i cili lehtëson tretjen dhe rrit shfrytëzimin e lëndëve ushqyese. Tretja më e lehtë dhe thithja më e mirë e lëndëve ushqyese arrihet me anë të kësaj metode. Arat e zhytura në ujë përmbajnë më pak acid fiktik, kështu që trupi thith mineralet si magnezi, zinku, hekuri dhe në mënyrë efikase i çon ato në mbrojtje të shëndetit. Kjo do të thotë që do të merrni sasinë maksimale të lëndëve ushqyese në çdo grusht ara që konsumoni. Përfshirja e arave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar edhe vlerat e organizmit. Konsumi i arave të zhytura në ujë do të ofrojë edhe një ndihmë më të mirë në kontrollin e peshës suaj trupore. Falet tretshmërisë më të lartë dhe çlirimit të ngadaltë të energjisë, arat të zhytura në ujë mbajnë të ngopur për më gjatë. Më pak dëshirë për ushqime të lehta midis vakteve dhe mund të kontribuojnë në menaxhim më të mirë të peshës tuaj trupore. Përfshirja e arave në dietën tuaj në këtë lloj forme do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për të përmirësuar luhatjet e sheqerit në trup. Rregullimi i niveleve të sheqerit në trup mund të arrihet fare lehtë me përfshirjen e arave në mënyrë të rregullt. Yndyrnat e shëndetshme dhe fibrat që gjenden me shumicë tek arat ngadalësojnë tretjen dhe gjithashtu duke parandaluar rritjen e sheqerit në gjak. Ato i bëjnë një zgjedhje të përshtatshme për njerëzit që monitorojnë indeksin e glicemisë në vaktet e tyre ushqyese. Arat do të mbështesin gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden te arat ndihmojnë uljen e kolesterolit të keq dhe krijimin e një raporti optimal të fraksioneve LDL dhe HDL. Konsumi i rregullt i arave të zhytura në ujë mund të kontribuojë në një sistem më të mirë kardiovaskular dhe më të shëndetshëm. Arat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në fuqizimin e funksioneve tuaja njohëse. Arat e zhytura në ujë janë të pasur me antioksidant vitaminë B, të cilat mbrojnë qelizat nervore dhe përmirësojnë kujtesën dhe përqendrimin. Përfshini arat në dietën tuaj në mënyrë që të merrni edhe një funksion më të mirë të trurit tuaj. Arat do të ofrojnë vlera të mira të antioksidantëve, element këtor shumë të vlefshëm në periudhën tuaj më të vështirë. Vitamina E gjithashtu dhe polifenolet që gjenden me shumicë tek arat neutralizojnë radikalet e lira dhe zvogëlojnë gjithashtu stresin tuaj oksidativ, duke ngadalësuar procesin e plakjes dhe duke ndihmuar edhe kundër problemeve kronike. Arat do të mbështesin gjithashtu edhe funksionet tuaja më të mira të nyjeve dhe të kockave. Magnezi, fosfori dhe kalciumi që gjenden me shumicë te konsumi i arave të zhytura në ujë do të kontribuojë gjithashtu edhe në strukturën më të fortë të nyjeve dhe të kockave, do të parandalojë komplikacionet e tyre dhe do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet e shëndetit tuaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e arave në formën e tyre natyrale, pasi cilësohen si një ushqim shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë të arat ndihmojnë gjithashtu edhe në zhvillimet më të mira të shëndetit të trurit. Kjo do të përmirësojë kujtesën dhe proceset e tjera, do të luftojë gjithashtu edhe komplikacionet që lidhen me depresionin. Arat janë tepër ushqyese pasi përmbajnë gjithashtu edhe nivele shumë të larta të proteinës, vitaminave dhe aminoacideve, omega-3 dhe lektin dhe yndyrnat e shëndetshme. Konsumi i arave në dietën tuaj do të ofrojë minerale dhe
vitamina shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Arat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, folatit, gjithashtu edhe vitaminës C dhe magnezit, manganit, fosforit dhe hekurit, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore. Omega 3 dhe omega 6 që gjenden me shumicë të arat janë elementet që të cilët do të rrisin qelizat, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve. Përfshirja e arave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe në luftën kundër problemeve të kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin kolesterolin e keq në organizmin tuaj. Ato janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të flokut. Vaji i arave përmban biotin ose të njohur ndryshe si vitamina B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto element mjaft të rëndësishëm forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë gjithashtu edhe problemet e tyre të zbokthit. Arat kanë veti të mira kundër mykut, gjithashtu edhe kundër infeksioneve. Përfshirja e arave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për ushqyerjen e shëndetit të lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira, si pasojë e stresit, duke reduktuar kështu rrullat në fytyrë. Vaji i arave ushqen lëkurën, zbarth rrafët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Përfshirja e arave në dietën tuaj do të jetë gjithashtu një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar organizmin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për persona të cilët vuajnë vazhdimisht nga problemet e sheqerit të lartë në trup. Arat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme. Studimet kanë treguar gjithashtu se konsumi i një grusht me ara në ditë do të reduktojë me të paktën 30% mundësinë e prekjes të diabetit të tipit 2. Gjithashtu do të ofrojë edhe një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Arat janë të mira për sistemin tuaj tretës. Meqense arat janë të pashura me fibra, ato janë një ushqyes i shkëlqyer për tretjen, si dhe në luftën kundër problemeve të tyre. Arat do të përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit dhe do të mbajnë larg edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Arat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe gjithashtu edhe artritit reumatoid. Por ajo që është e rëndësishme është se arat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar dhe parandalojnë riprodhimin e qelizave të dëmshme. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden te arat do të parandalojnë çrregullimet e ritmit të rrahjeve të zemrës, reduktojnë mpisjen e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët tuaja të gjakut. Përfshirja e arave në dietën tuaj do të ofrojë vlera fantastike në rigjenerimin e shëndetit, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Konsumi i rregullt i arave brenda normës së lejuar është një nga zgjedhjet tuaja më të mira, pasi arat, fal acideve yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë teto do të zhvillojnë shëndetin e trurit, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arat luftojnë gjithashtu edhe problemet e depresionit. Arat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme. Arat kanë përmbajtje të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Sasi të mëdha të vitaminës C, manganit, magnezit, fosforit dhe hekurit gjenden me shumicë te arat. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit për rritjen e qelizave imunitare, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve. Vaji i arave gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe në cilësinë tuaj të flokut. Ushqimi i përditshëm i arave ndihmon në përmirësimin e cilësisë suaj riprodhuese. Gjithashtu është e rëndësishme që arat i përfshini me patjetër në dietën tuaj. Duke u konsultuar gjithashtu edhe me një ekspert të shëndetit, do ta keni më të lehtë të merrni vlerat shëndetësore dhe të ofroni trupit tuaj shumë element ushqyes. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.